Ndërkohë nga ana tjetër, Komisioni Evropian ka kërkuar që kuvendit t'i hapë rrugë SPAK-ut për të vepruar në mënyrë që t'i hiqet imunitetit dhe pas SPAK-u të arrestoj Belinda Ballukun. Ju si mendoni, a ndodhet Edi Rama në një presion të Bashkimit Evropian sa i përket procesit të integrimit nga njëra anë dhe problemeve që i dalin nga ana tjetër, më saktë skandaleve, se janë super skandale, dhe a ka një ultimatum nga Bashkimi Evropian që do të duhet që kuvendit i hapë rrugën SPAK-ut për të arrestuar Belinda Ballukun? Shiko, duhet kemi parasysh që Bashkimi Evropian nuk është një institucion i imponues ligjor, por është një institucion i cili imponohet përmes direktivave dhe gjobave në rast se shtetet nuk zbatojnë atë që duhet të zbatojnë. Këtu në këto momente Shqipërinë e kemi për të qenë anëtare duke plotësuar disa kushte. Shqipëria akoma nuk ka plotësuar kushtet dhe është drejt negociatave dhe marrëveshje me faktor ndërkombëtar por edhe europian. Pra, ju duhet kuptoni që zoti Rama mund të bëj një takim apo shumë takime me europian, po kjo nuk është imponuese për zotin Rama, sepse Bashkimi Evropian nuk është një institucion imponues juridik, por është politik. Në rast se zoti Rama ka moralin të dëgjojë dhe ata të Bashkimit Evropian kanë moralin të dëgjojnë, po edhe të japin rekomandime, sigurisht që në shtator nuk duhet ishte formuar kjo qeveri me 83 mandate. Sepse Bashkimi Evropian në strukturën e saj ka konsensusin, ka dhe atë që ne themi marrëveshjet politike. Ju duhet ta dini shumë mirë që partitë politike europiane që kandidojnë në zgjedhjet europarlamentare, në shumicën e rasteve, ajo parti që ka mbizotruar dhe ka marrë vazhdimisht drejtimin e Bashkimit Evropian janë partitë popullore europiane. Por për shkak se ata kishin marrë vazhdimisht pushtetin në drejtimin e Bashkimit Evropian, bërë një pakt politik me Partitë Socialiste Demokrate dhe thanë që në 2 vitet e ardhshme Bashkimi Evropian do drejtohet nga partitë socialiste me institucione të ndryshme, pra kryetari i Këshillit ky Kosta, ajo tjetër e kryetarja europarlamentarja që vin nga e Majta, dhe pasi ato të ikin pas 2 vitesh që vin tani afro 2026-ës, do vin ata të cilët vin nga Partitë Popullore Europiane. Në rast se do të ishte kështu si flasim gjithmonë raporti, në 11 shtator Shqipëria nuk do të kishte një qeveri me 83 mandate, po thjesht do të kishte një pakt politik ose një qeveri teknike që t'ishte udhëhequr dhe t'ishte imponuar politikisht për shkak të moralit nga Bashkimi Evropian. Zoti Rama mund të takojë dhe mund të flasi për hapjen e negociatave, për marrëveshje, por dua ta keni parasysh dhe ta dini, sepse unë nuk them gjëra të cilat nuk ndodhin dhe do ndodhin, Bashkimi Evropian nuk të merr si parti politike, të merr si komb, të merr si Shqipëri. Që do të thotë, zoti Rama nuk po integron në Bashkimin Evropian Partinë Socialiste, por përpiqej të integrojë Shqipërinë, Prandaj unë do t'ju them që politika jon duhet kuptoj që përmes një marrëveshje politike mund të shkojmë në një qeveri teknike që të jetë imponuese nga ndërkombëtarët për shkak të rezultatit të 11 majit. Avokat, sa i përket sulmeve që kryeministri Edi Rama ka ndërmarrë kundrejt drejtësisë dhe konkretisht në mënyrë indirekte ndaj SPAK-ut në rastin e Belinda Ballukut, a mendoni se po përpiqet që përmes Fatmir Xhafajt të fusë në sistemin e drejtësisë, pra sistemin e drejtësisë, korrigjimet që i mendojnë ata, duke qenë se para disa ditësh Fatmir Xhafaj kishte paraqitur kërkesë për të qenë në SPAK dhe në GKKO, por që u refuzua. Atëre, edhe njerë po e ritheksoj për dëgjuesit tanë që të kuptojnë koherencën time që kam folë për
ndryshime patjetër kushtetuese dhe ligjore për sa I përket SPAK-ut. Nuk mundet një institucion siç është SPAK-u të vetë kontrollohet, të vetë veprojë, të vetë hetohet kur kemi të bëjmë me dyshime të funksionarëve të vetë SPAK-ut. Tani flasim shqip. Mirë, nuk flasim në gjuhë tuaj. I vetmi institucion në Republikën e Shqipërisë që nuk mund ta hetojë asnjë tjetër është vetëm SPAK-u. Pra, nesër lajthit një prokuror dhe shitet tek serbët. Nga do ta mësoj unë? Si do ta arrestoj unë prokuror që është I shitur te rusët? Si do ta mësoj unë në rast se është shitur tek kinezët? Si mund ta di unë që ai prokuror nuk abuzon sepse ka marrë lek nga një kundërshtar politik që të filloj të arrestoj majtës djathës edhe merr lek përmes gruas, vjerës, dashnorit, dashnores edhe me radhë. Si do ta di unë? Pra, Komisioni Xhafa kërkohet dhe është një detyrim kombëtar do të thoja, po kërkon një pakt kombëtar, kërkon një marrëveshje kombëtare midis partive politike që janë në parlament, jo me mua dhe, e kupton? Që të ndalojmë këtë rrjedhje. Si ka mundësi që ne ta denoncojmë dhe ta hetoj prokurori SPAK-ut? Ja më jepni ju lutem një rrugëzidhje. Prokurorin kolegun e vet që kanë bashkëpunuar duke kalbur tjetër në burg. Më jepni ju lutem një rrugëzidhje. Po lej tani kontrolli godinave, këto janë show politike. Por zotri, të del tjetër që është spiun dhe don të bëjë destabilitet politik dhe fillon edhe pezullon dhe arreston të gjithë politikanët shqiptar. Do thot dikush ndodh. Nuk ndodh. Unë I ka thonë, ndodh. S'është I shitur ai. E ka ble, e kanë mbajtur me peng marrje, e kanë marrë me video, me çfarë duash ti. Nga do ta dim ne që këta prokurorë dhe gjykatës posaçëm janë në të vërtetë të pavarur të paanshëm. Kush do të jetë autoriteti që ata duhet I kontrollojnë në aspektin profesional? Pra, autoriteti që duhet t'i mbikëqyr jo nga pikpamja morale, por nga pikpamja reale. Pra, këta individ janë të pavarur apo janë të shitur? Sepse unë nuk bie dakord me këtë që këta që kanë 20 shenjtor që kanë ardhur nga plepat 1, se I pastruam ne nga vetingu, dhe këta të cilit ishin emëruar politikisht nga vetingu, këta që kanë shenjtor dhe këta tjerët që kanë shenjtor nga SPAK-u. Sepse nuk ka mundësi që statistika e korrupsionit të ketë shumë lart dhe këta të cilët pas janë futur nga këta të djallëzuar, këta të këtu që kanë të shenjtor të SPAK-ut. Nuk ka mundësi, diçka nuk shkon mirë. Prandaj Komisioni Xhafa për mua duhet të veproj, duhet të vazhdoj, por me parakushtin që po doli në një konkluzion të shkojmë në referendum popullor dhe përgjegjësia politike të shpërndajë të qytetarët shqiptar. Dhe mos të bëhet më gabimi I famshëm, u mblodhën 3 koka në një zyrë dhe mblodhën 140 deputet në parlament dhe votuam reformën e dështimit. Pra, në rast se duam të jemi objektiv, në rast se duam të jemi subjektiv që fajin e ka ai, jo kështu, jo amerikani, jo erdhi kjo këtej, të dona luajë kështu me radhë, u mbasim topin. Avokat, kalojmë pak te pjesa e rastit të Erion Veliajt, ku gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka miratuar kërkesën e SPAK-ut dhe ka vendosur dërgimin në gjyq të Veliajt, bashkëshortes së tij Ajola Xozës, deputetes Klotida Bushka si dhe 10 persona dhe subjekte të tjera, teksa Veliaj akuzohet për korrupsion pasiv, pastrim parash, fshehje pasurie dhe shpërdorim detyre, si dhe lidhur me përfitimet parregullta nga kompani private dhe organizata jo fitimprurëse. Ndërsa të pandërmit të tjerë akuzohen për korrupsion aktiv, pastrim parash, fshehje të ardhurash dhe vepra të tjera penale. Në këtë rast, çfarë po ndodh me Erion Veliajin teksa për pak ditë bëhen gati 1 vit nga arrestimi I tij?
Zoti Veliaj është tradhtuar nga partia e tij dhe nga shokët dhe ortakët e tij politik dhe jo vetëm. Sigurisht Zoti Veliaj ka bërë gabime të pafalshme. Zoti Veliaj nuk bëri paktin e duhur që të ndihmonte veten e tij, të ndihmonte jetën e tij politike në vend dhe bëri paktin më të gabuar duke bashkëpunuar me Zotin Rama. Zoti Veliaj ishte nga figurat të cilët sigurisht ishte drejt drejtimi të marrjes së Partisë Socialiste, po nga gabimi fatal që këta të cilët janë në pozicione të tilla nuk dëgjojnë për shkak se janë kaq shumë naiv në aspektin e të menduarit, sepse dinakria është e tillë që mbizotron. Zoti Veliaj mendoi se të tjerët do të ja alenin karriken dhe ai do të merrte atë që ne themi pushtetin. Por unë mendoj se Zoti Veliaj gaboi duke besuar zonjën Jurikim. Nuk mund ta dim momentalisht për shkak se Zoti Veliaj është në burg, por në një moment kur Zoti Veliaj të dali prej burgu, besoj se mund të rrehet tek opinioni publik që goditjen e hongri nga zonja Jurikim, e cila u dukej në pamjen e jashtme sikur donte terren për bashkëpunoj me të vjetrën që quhet Edi Rama. Zoti Veliaj jetoi brenda një kurthi, brenda familjes politike dhe diplomatike që ai ëndronte që ndërkombëtarët do ta investonin kaq shumë dhe do ta bënin kryeministër të Shqipërisë. Por për fat të keq që bërën burgaxhiun e Shqipërisë. A ka gjasa që Veliaj të rikthehet? A ka gjasa tashmë që Veliaj të rikthehet në politikë dhe të garoj për të qenë kryeministër i vendit? Shiko, unë kur nuk kam qenë person që kam dashur të interpretoj sipas mendimit tim emocional, por më lejon të them diçka që është jo emocional. Në rast se Zoti Veliaj nuk del deri me datën 1 shtator 2026, Zoti Veliaj karrierën e tij politike e ka të përfunduar sepse në maj të 2027 bën zgjedhje lokale dhe sigurisht që do të kemi dhe zgjedhje për kryetar Bashkia e Tiranës zyrtarisht. Prandaj, unë them që në rast se Zoti Veliaj nuk del deri në shtator të 2026, sigurisht që karriera e tij politike nuk ka vazhdimësim. Në rast se Zoti Veliaj ka njerëz jashtë që punojnë që Zoti Veliaj të vazhdoj jetën e tij politike, kjo mbetur për të parë se në Shqipëri ndodh gjëra të jashtëzakonshme bëhen të zakonshme. Por momentalisht Zoti Veliaj është një burgaxhi investuar për të qenë një politikan i ardhshëm i Shqipërisë. Ky është fakt konkret. Rast se fondacionet apo shoqatat që ai i ka dhënë para edhe ata do punojnë sot pa ndonjë buxhet për të shtruar rrugën e Zotit Veliaj, çfarë të them, pa lek ta bëj dikush për ty, pa një përfitim direkt apo indirekt, pak problematik, sepse ju duhet keni parasysh që edhe ne avokatët kur japim një shërbimi është deri në një moment, ta kupton se pastaj del fatura aq sa duhet, të kupton se ti për shembull mund ta këshillosh tjetrin, mund të punosh pak për atë, ja nxjerr faturën, po i thu vlla, shko te banka pagu se si do jetoj unë. Kështu është jeta kapitaliste. Pra, të jap, të paguash. Duke të jap edhe duke pritur se duke shpresuar se Zoti do të më kthejë diçka. Sepse kjo është shoqëria që kemi ndërtuar. Nuk është sepse dikush do të thotë që na un po pres se po jam në kishën e për xhami. Por i vetëm që ka fituar shtëpi nga kisha dhe xhamit, kush është? Altin Dumani. Është e çuditshme kjo, unë se dija. Po ma than. Se kam pa me sytë e mia, po ma than, po burimi që ma tha, edhe unë dua të fitoj me ai kishën e xhamin e shtëpi. Të vërtetën them. Të vërtetën, nuk e kam bërë këtë.
Edhe ata që do ndihmojnë zotin Velie nuk do presin që xhamitët e kishët japin në shtëpi. Avokat Besoj të dhe uroj ndalit, që po. Velie ta kenë kuptuar këtë gjë. Besoj.